Mirëmëngjesi, asnjëherë do të prezantojmë kush e thot. Të lutem. E ke ti autor, të lutem. Origjinali është 2, 3. Super mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Gënbici dhe Sheki Huseni, mirëmëngjesi. Sheki Huseni me ne, mi se erdhët, mirëmëngjesi të gjithëve. Çfarë jeni zgjuar? Ora 7. Voni zgjuar. Unë vonë Glen të zgjohet shumë herë. Pra, të Sheki në orën 7. Ka një gjë mbrapa 5:30, ka një arsye të mirë menduar, se nuk duket kështu si e rëndom. Ideja është që të zgjohet, pra ta bësh ditën gati dhe ti e bën ditën gati duke qenë ti gati, duke bërë ato gjërat e mëngjesit. Pra un kam ato ritualet e mia në mëngjes. Ka punë, ne duam të dimë ritualet, për të jemi. Po, vetëm është lexim që në 5:30. Vendos një muzikë, jo 5:30, besoj rreth orës 6:00 është pak. Okej. Vendos pak nga këto muzikat medituese me energji. Që të më zej prap gjumi? Jo. Dërgoj që bëj dushin e nxehtë, dushin e ftohtë, ritualet tona të rregullimit, zbukurimit etj. Patjetër, kremrat e gjithçka tjetër po. Patjetër. Make-up, normal. Dhe pastaj fillon dita zjarr. Po ke një target sa faqe duhen lexuar në këtë orar apo përgjithësisht të lexosh çdo ditë? Nuk ka rëndësi, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Po dhe çfarë zhanri duhet lexojmë në ato orë të mëngjesit? Thriller, horror. Jo. Secili lexon sipas shefit. E rëndësishme është se çfarë ty triggeron. Dhe un kam un nuk mbaj gjithmonë një libër që lexoj rregullisht. 2, 3. Në varësi të gjendjes shpirtërore. Mirë, dihet kur ky dueti bashkohet në Club FM vin edhe për një tjetër arsye, sepse rikthehet eventi madhështor Rruga drejt suksesit nga Vasil Naçi 8 me 9 nëntor 2025 në Expo City, si gjithmonë. Dihet që tashmë mblidhen të gjithë njerëzit që kanë nevojë për të rritur në biznes edhe nga ana personale për të rritur pak në zhvillimin personal, me medituesin më të madh në rajon, më lejo ta them Sheki, që do mblidhen dhe do thonë 2 fjalë që do ndryshojnë jetën. Jo, do thonë shumë tepër se 2 fjalë, sepse ato 2 fjalë mund të ndryshojnë shumë gjëra. Shumë e vërtet. Flasim pak për çfarë pritet të shohim në këtë event si fillim. Dhe pse duhet të marr pjesë në këtë event? Atëherë, kjo pyetje pse do të marr pjesë, pse nuk duhet marrin pjesë. Ideja është që ne gjithmonë kalojmë për procese, të gjithë ne, secili prej nesh, e dim apo nuk e dim, duam apo s'duam ne. Dhe është ushqimi shpirtëror, ushqimi mendor është një ushqim që të kujdesemi ta bëjmë. Për shembull, ta bëj dikush nëpërmjet librave, patjetër, mund ta bëj nëpërmjet podcasteve, mund ta bëj edhe nëpërmjet trajnimeve, eventeve, seminareve. Ajo çka ndodh në një event të tillë është që ti je mes 1000 ca vetë të cilët mendojnë në mënyrë të ngjashme me ty. Dhe sikur asnjë gjë të mos marrësh fare nga ato çka thuhen aty, e cila është një eksperiencë 30 sa vjeçare në biznes bashku me mësimet dhe trajnimet nga më të mirat në botë, vetëm energjia atyre njerëzve që duan të rriten, duan të ecin, duan të zhvillohen, të bën ty të jesh të marrësh ca vendime të dielën dark apo të hënën kur të fillosh javën tjetër. Pra, qoftë edhe një gjë sikur ti të marrësh, vetëm një gjë mund të ndryshojë mënyrën se mendon. Jemi gjithë në një hall. Kështu që mblidhemi aty hall në sens. Jemi të gjithë në një qef. Në një qef, se halli. Atëre, sigurisht duhet të mësojmë edhe cilat janë përfitimet nga kjo pjesëmarrja e Glent. Sigurisht duke bashkuar dhe meditimin, se ka dhe ana shpirtërore. Suksesi nuk është vetëm në biznes apo në çështjen e parave, po diskutojmë suksesi është edhe ashtu siç shprehet edhe Sheki në rrjetet sociale, që është thelbësore në radh parë që njeriu të meditojë, të merret me veten, të kujdeset për mendimet, të organizojë mendimet. Sa e rëndësishme është kjo? Natyrisht, vetja është gjithmonë e rëndësishme dhe kjo që ndodh te rruga drejt suksesit është një mundësi për të investuar në mënyrë të drejtë për drejt tek vetja. Ajo që neve na mungon është se shumë pak njerëz kanë një manual se si ta përdorin veten e tyre, se si të punojnë me veten e tyre, edhe kanë një imazh të shtrembëruar për atë se çfarë do të thotë sukses. Dhe ajo që quhet sukses nuk ka të bëjë vetëm me botën e jashtme, me gjërat materiale, por ka të bëjë para së gjithash me atë se çfarë jemi duke mbjellur në mënyrë të vazhdueshme në veten tonë. Sepse atë që ne bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, që mbjellim si far ose që e kryejmë si shkas në veten tonë, është diçka që më vonë do fillojë të manifestohet në realitetin tonë, edhe pastaj
ne detirohemi në një çfarë mënyre që ti korrim ato gjëra të cilët neve na shfaqen në realitet sepse vetë i kemi mbjellur. Dhe këtu për shembull tek këta trajnime të formatit që bën Vasil Naçi, siç është rruga drejt suksesit, mëson një manual se si ta ndërtosh suksesin, sepse nuk ka suksesi një rastësi dhe ndodhi rastësisht. Sepse nëse nuk je i vendishëm për mënyrën se si e ndërton suksesin, atëherë natyrisht se ekziston edhe një lloj rreziku që papritmas ta humbasësh suksesin ose atë që quhen sukses. Kjo është e para, si ndërtohet suksesi, edhe e dyta që është më e rëndësishme se e para, se si të qëndrosh i suksesshëm. Shumë vërtet. Se shumë njerëz bëhen të suksesshëm ose mendojnë se kanë arritur një nivel dhe pastaj nuk dinë ta mbajnë sepse nuk janë të vetëdijshëm se si e kanë ndërtuar, dhe për këtë Vasili ka krijuar një manual të cilit unë personalisht po ashtu ja kom pa hajerin shumë se si ndërtohet suksesi duke shërbyer vetë si figurë integriteti, me që është një dëshmitar i asaj, ai flet nga eksperjenca, nga përvoja, nga dija e tij, nga gabimet e të kaluarës patjetër, besoj, dhe gabimet janë pjesë e leksionit, janë pjesë. Patjetër, edhe i ndan shpeshherë Vasili. Është shumë transparent, domethënë flet me plot dashuri nga eksperjenca e tij. Pra, edhe për gabimet se si pastaj janë konvertuar në mësime të vijshme për të vazhduar rrugën drejt suksesit. Ndërkohë, cila mund të jetë një pyetje për të dy, gjithashtu Eglenda dhe Sheki, cila është një nga këto farat, meqenëse po flisim për farat dhe të ruajmë terminologjinë, cila është një nga këto farat e këqija, do ta quaja, të cilën shqiptarët janë mbjellin vetes, duke qenë se ju ndoshta e njihnin aspektin e suksesit, e biznesit, e investimit, të botës së brendshme gjithashtu në rastin e Shekit. Cila është një nga këto farat e këqija që e bën individin shqiptar edhe mos jetë pjesë e këtyre eventeve, ti marri me neglizhencë dhe të thotë po ja, ose s'na bën ne i punë kjo. Ne ashtu kemi lindur, ashtu do vazhdojmë të ndrojmë. Ti nuk je një pemë, ti duhet lëvizësh. Njëra nga ato farat është fare keqe, është fajsimi. I vetes. Shumë njerëz rritet dhe faj dhe turpi janë dy ndjenja më të përhapura në planet. Dhe tek neve tipike është që ne të fajsojmë. Tjetrin fanat, qeverin, partin, X-in, Y-in. Është tip justifikimi më shumë. Gruan, fajin e Gardirama, ne kemi dëgjuar. Tjetra diçka ishte, tjetra është një gjë që ne kemi në përgjithësi është mënyra se si pyesin. Për shembull, tani do ju shaj çikiuve pas do ngele qefi. Kur erdhëm ne hym ke dera, a jeni lodh? A jeni mërzit? Po. A jeni po. E shpreja jo. Një nga pyetjet më kot që ne bëjmë, aq më tepër që e bëjmë që mëngjes të gjithë në këtë shqiptarinë tonë. Tani, jo vetëm në darkë nuk mund ta bësh të pyetje, por në mëngjes herë e lodh. Lodh mërzit është kështu një tok fjalësh, po. Do të thënë mendimi negativ ose të menduar fjalë negative është një nga farat që ne duhet largojmë nga vetja jonë, sepse subkonscienca jonë është budallaqe. Ajo di, dhe është 95% asaj çka ne bëjmë, mendojmë etj, ajo di vetëm një përgjigje. Po. Moment që ti i thua më patjetër. Jo, ajo fillon e percepton fjalën e përjeton fjalën. Sugjerimi yt. Pra, ishte ti fajsove Rudi, tani tani ti sugjeron që herën tjetër kur të kemi një event kësaj natyre të mrekullueshëm, rruga drejt suksesit nga Vasil Naçi, do duhet që Rudi do të pyes a u gëzove? Jo vetëm. Si jeni je? Super Vetëm është një vet karikim që ti bën vetes tënde dhe të tjerëve dhe energjia është fantastike. Energjia që përçon dhe që merr njëkohësisht. Tani rikthehemi edhe një herë tek eventi sepse është shumë e rëndësishme të flasim edhe për biletat edhe për vendodhjen e Glen, sepse un po shoh që Silver, Gold, Platinum janë edhe në ofertë në këtë moment, janë disa kategori dhe sigurisht pyetja është pse ne duhet paguajmë për këtë event? Pse se bëni falas? Atëherë që dini diçka këtë radhë, pothuajse nuk ka patur asnjë ftesë. Edhe ata që bëjnë qoka etj. Sepse ajo çka është thelbësore është ajo çka ti nuk paguan, nëse nuk paguan nuk i kushton vëmendje. E vërtet. Dhe historikisht gjatë gjithë këtyre 10 viteve që janë ftuar njerëz, ka patur edhe të ftuar,
Edhe ata që ftoheshin zakonisht kur ne bëjmë atë analizën se kush kanë qenë më korrekt, kush nuk lëvizin, kush nuk vin cigare, kush nuk ju del ju martohet halla apo daja apo ka një problem me stërgjyshin e tjerë, janë ata që paguajnë para, ata që presin biletën. Sepse respektojnë paratë e tyre, respektojnë investimin e tyre, duhet marrin maksimumin nga ajo pagesa që kanë bërë. Ata të cilët ju dhurohet, qoftë nga punëdhënësi, qoftë nga partneri, qoftë nga shoku e tjerë, në përgjithësi shumica prej tyre neglizhojnë. Se nuk është një aktivitet që ndodh për 1 orë gjysmë apo 2 orë. Pra ti je 10-11 orë një ditë, 10-11 orë ditën tjetër, duhet të jesh totalisht i fokusuar aty, jo vetëm fizikisht, mendërisht, shpirtërisht, emocionalisht, intelektualisht etj. Ti jesh aty me gjithë qenien tënde dhe ti jesh me gjithë qenien tënde i bindur për këtë gjë, i bindur. Edhe ndërkohë është e rëndësishme edhe pjesa që ti socializon, sepse ke njerëz të cilët i përkasin shfaqlet. Dhe nuk bëhet për të fituar paratë, sepse asnjë nga këto para që merren nuk i merr as Vasili, as Agna, as asnjë. Shkojnë në bamirësi, dihet, po. Shkojnë në bamirësi. Kështu që nuk është çështja për të fituar, nuk është biznes. Është një dëshirë që Vasili ka për të kontribuar në shoqërinë dhe këtë e bën me rrugat e suksesit dhe mjeshtron biznesin tashmë që është në prill dhe bën mënyrë të rregullt me dëshirën për të shtuar vlerë në këtë shoqërinë tonë. Po nëse kemi marrë për shembull një herë pjesë në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm, pse është e rëndësishme të vim prapë? Çka ka ndryshe? Un kam herën e 10 që marr pjesë, me çikur ka filluar në fillim fare. Gjithashtu. Të karikohesh, të duhet karikohesh. Dhe gjithmonë ti kupton gjëra që si kishe kapur, është si puna e një libri. Përsëritja është më me dijes në shqiptar. Libri të rikthesh ndryshe, apo një film të bukur, që gjithmonë ti shef diçka që se kishe parë përpara. Gjithmonë të godet diçka dhe nuk është e thënë që të marrësh të gjithë mesazhet që Vasili do të transmetoj aty. Sepse nuk mund t'i marrësh, domethënë aq ke mundësi të mbash mend. Një gjë, vetëm një gjë të ngelet në mendjen tënde, ka mundësi të ndryshoj gjithçka mënyrën se si ti e bën jetën tënde. Dhe nuk është vetëm biznesi, më flas jetën tënde. Ato që thash Eki për jetën, mënyrën si mendon, mënyrën se si ti qasesh me tjerë, si qashesh me veten tënde, si kujdesesh për veten tënde, si kujdesesh për trupin, për shpirtin, se nuk flitet vetëm për paratë. Flitet për kujdesja për trupin, për ushqimin, për atë çka ha, për atë çka mendon etj. Dhe këtë janë më të rëndësishme. Fakti i rëndësishëm është që edhe në rastin e Vasilit apo të gjithë folësit e tjerë që do ta bëjnë këtë event të jashtëzakonshëm kanë përjetuar një vit eksperjenca, të cilat dhe këto eksperjenca i kanë ndryshuar trupi është si një shishe e cila mbledh brenda qoftë ndjenjat e fajit, qoftë ndjenjat e mira. Ndërkohë kam një pyetje që më lind gjithmonë nga të folurit për të motivuar njerëzit. E keni patur ndonjëherë dyshimin, duke qenë se ju jeni praktikues të kësaj filozofie, të dy dhe Sheki dhe edhe Glenti, që ndoshta ky pozitiviteti kaq i lartë e bën ndoshta individin, se unë e shikoj edhe në perspektivën e një prindi tek adresimi, tek edukimi për fëmijën. E bën ndoshta rastin e fëmijës apo vetë individi që të jetojë në një flusk që çdo gjë mund të shkojë mirë dhe sepse jeta, ne e dim fare mirë, jeta është tragjike, jeta ka momente super tragjike. Si luftohet ky tragjizëm? Ose mendon se ashtu është, ke drejt. Unë nuk jam dakord se jeta është tragjike, domethënë duhet kemi kujdes sepse kur themi kështu i tërë trupi jon dëgjon, edhe trupi nuk dallon të ardhmet, të kaluar. Të mirë edhe të keqen. Në tani dhe këtu vepron trupi edhe thotë qen ka tragjike, unë qen kam pjesë në një tragjedie. Po mirë, pyetja kur ndodh gjëja tragjike? Ndodhi ajo që ne quajmë tragjike, gjithmonë ka të bëjë me mënyrën se si ne e interpretojmë perceptimin tonë kundrejt realitetit. Kjo bën gjithmonë diferencën. Dhe për atë rritja shpirtërore dhe këto trajnimet siç organizon edhe Vasili ka një impakt të drejtë për drejtë tek mënyra se si ne e interpretojmë realitetin, atë që ndodh në realitet. Kështu që nuk bëhet fjalë vetëm për pozitivitetin të mendosh pozitivisht. Bëhet fjalë që ta shikosh realitetin pa filtra. Që të mësohesh të jesh i vërtet me veten tënde dhe ajo që ne e quajmë hinore, kërkojmë vetëm një gjë prej teje. Të vërtetën që ti e flet vetes tënde. Dhe shumica e njerëzve kanë një imazh të gabuar për veten e tyre dhe hapërojnë në jetë me një kështu të them vizion të shtrembëruar në kontekst me shumë tema në jetën e tyre edhe nuk e gjejnë veten asnjëherë. Për atë këto lloje të trajnimeve janë shumë të rëndësishme sepse përveç shumë benefiteve tjera, edhe ndodh edhe ky benefiti spiritual, shpirtëror, që ne e kapim mendjen tonë se ajo është vazhdimisht duke u përsëritur dhe ne bëhemi të vetëdijshëm
brenda 2 ditëve duke qëndruar, duke qenë pjesë e një energjie ndryshe, dhe ti fillon të kuptosh se mendja jote vazhdimisht përsëritet. 90% të njëjtave mendime që i ke sot i ke pasur gjë dhe po ashtu do t'i kesh nesër. Dhe nga ato 90% ditë të tretat janë mendime negative. Edhe ne e kapim mendjen se ajo po e përsërit veten edhe na mban neve në një, unë e kam quajtur në një burg mental. Këto trajnime si rruga drejt suksesi është që në mënyrë suksesive dal nga dal ti rrëzosh ato kundër burgut personal. Muret e burgut mental, të rrëzohen muret, jo vetëm të zbukurohen dhe të vazhdosh të ngelesh brenda. Vërtet, se bukur, shumë e bukur. Dhe për atë tu nuk flitet vetëm për një format motivimi mbështetur në pozitivitet dhe wow, do bëhet jeta më e mirë. Kjo është vetëm një pjesë e asaj. Këtu flitet për formula eksakte që kanë funksionuar tek vet Vasili, që i ka zbatuar në praktik dhe kanë sjellur rezultate që të motivojnë edhe më shumë që të marrësh nga vetja për veten dhe nga jeta për jetën. Dhe ti e kupton në një moment se wow, unë që kam një shkollë në vete. Dhe di çfarë kuptohet këtu, atë që e kam kuptuar nga personalisht nga vet Vasil Naçi, se roli jonë bazik të qenurit në këtë planet është të jemi shërbetor, shërbyes të njëri tjetrit, të i shërbejmë njëri tjetrit. Dhe kjo është ajo qiraja që ne paguajmë për të qenur në këtë planet. Kontributi që duhet japim për të qëndruar në këtë planet. Exact. Rruga drejt suksesit 8 dhe 9 nëntor, Expositi, mund të shkoni edhe tek vasilnaçi.com për të parë edhe biletat, sigurisht janë ende ka ende pak vende, se po shoh që po shkon rruga drejt suksesit.com. Apo në të dyja. Okej, po, njësoj dhe po. Në të dyja rastet. Shekit falenderoj shumë, Glend faleminderit shumë. Ne ju themi gjithëve që nëse doni të ndryshoni diçka në jetën tuaj, bëni diçka ndryshe. Ndoshta ato ditë që është edhe eventi, diçka do mbesin. E keni mundësinë për të bërë diçka ndryshe, mos gjeni justifikime. Absolutisht. Faleminderit shumë. Sa më shumë sukses dhe sa më shumë pozitivitet mbi gjitha, sa më shumë. Faleminderit dhe juve. Shkëputemi për pak minuta muzikë, rikthehemi pas pak.